Kemi bashkë me vllain 30 dhoma, me restoran, me bar, me fjetje. Kur kam shkuar, ndoshta se kam pas këtë mendim mu kthye, Amerika ka paren, qefi në Shqipni, në Kosovë kudo. Në përjardhje pe Valbone, pe kësaj pjese këtu, Amerikën kur u ban këta lëvizjet ndryshime, menum me shkuar, punum 30 vjet. Era këtu me bajnë shtëpi, atë e bam një hotel bashkë me vllain, jam kanë moshën 42 vjeçare. Jeta fillimisht është e vështirë, se nuk di gjuhën, janë shumë gjana, sa ti ngranohesh me jetën, me kulturën atij shtetit, edhe me një kohë 2 vjeçare u nganum në sistemin e Amerikës, vazhdum punum. Me kalimin e kohës hapëm një kompani troqesh, vazhdum me ta, moshën, dola në pension, era këtu me po, edhe na më shmenja ta bajmë, vllain e kisha këtu, ta bajmë këtë hotel. Bashkë edhe e ndërtume, marrume, kjo që është. Këtu kam fillu, kam ardhë me shkputje, me 2017-18, atë nga 2021-22 vazhdume e ndërtume, kemi marru që 3 vjet, viti 3 është kë. Kemi bashkë me vllain 30 dhoma, me restoran, me bar, me fjetje. Po ma herë ka qenë toka jam me bujqësi, si ka qenë gjithku. Tash kur u kthym, pension dola, hash ata pare që kam atje ma mirë të vjetë i lanë këtu të toke babës, t'ja lam edhe thmive nësha, ju mushën menja vinë në njëherë, atë nuk e dim. Prej Evropë, po shqiptarë dinë ma shumë, se mësë mujnë korrekt gusht, këtu mullojnë shqiptarët e diasporës. Vinë pej tana vendeve të Evropës, pej Amerike vinë, pej Australie. A dimni është shumë i qetë, me periulla dimni, kur ka borë mund të kenë 2-3 ditë të para të borës. Periulla me fort është korrekt gusht atër. Që kjo lumi ka emnin e bukur. A që vi me pa lumi ma shumë, me pa vendin, edhe ka marrë emnin e vetë Valbone, ka pas, pa e ka marrë, dhe më thonë, ka fillu dhe zhvillimi, janë bërë gjitha ata ndërtesa, janë bërë gjitha ata hotele, edhe me i kalu një natë bukur. Kur kam shkue, nësha se kam pas këtë mendim mu kthye, po Amerika ka punën, ka paren, atje nuk ka medal me ban qef janë Shqipni, në Kosovë kudo. Me të thënë drejtën, ka banor, po nuk jam shumë me thënë edhe se kush e kanë e kush e kanë, po një pjesë e madhe. Të Amerikës nuk kam shumë, kush ka jetu në Amerikë, të Evropës ka. Kanë jetu në Evropë, janë këthyve, kanë bëjë investimet si mas mundësive. Mund t'jenë 3-4 që punojnë gjatë gjithë vite, po unë kam gjithmonë të hapën gjithë vitin. Pavarësisht se sa vjen biznesi, sa shkon, është në gatishmëri. Bleta ka një diçka që maj kam vu për qefin tem, ma ka një nganum me ta, po ka një dëmije që aja dimnit flenë edhe nuk ka nevoj për mua. Gjithmonë, mund shkoj një muj edhe ka i hëm prapë. Me mira ata që kaloj një far kohë atje, kanë bëndoj pare, është me mira me investu këtu. Gjithë cilin vendin e vetë, fillon e ngritet ekonomia, fillon e pasurohe njerëzit, ka punë, ka është me mira. Mas punë që e maron atje, nuk e që lyp mo. Unë jam Bek Selimi, pronari i hotelit Two Brothers, Valbone.